Përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku jemi së bashku sërish në kanalin Monitor TV dhe ju jeni të interesuar të dini çdo hap të gjestit. Ndonjëherë them po bëhemi tepërt me këto lajme të gjestit edhe ndoshta publiku im do më keq kupton, por është natyra e gjestit që ne na imponon që të sillim sa më shumë lajme pranë jush në rrugtimet e tij, në jetën e tij. Gjesti ka preferuar që festat, gëzimet e bukura të jetës të mos t'i ndaj me shqiptarët, por të ndaj projektet e tij. Dhe në story në Instagram ai ka publikuar një video që po bëhet gati të niset drejt Austrisë. Sonte Gjesti do të filloj me turneun e madh që ka nëpër Europë, pothuajse një ditë po, një ditë jo. Njëherë sot edhe sonte është në Linz, nesër është në Vjenë të Austrisë dhe më pas vazhdon në Gjermani, në Zvicër, duke i argëtuar të gjithë shqiptarët atje. Gjesti ka 2 fjalë për t'u thënë, dëgjoni këto fjalët. Që në mëre Kingin Linz, jo pres sonte krejtve. Me dje krejt venin. Në qef kokë nësat. Energy full. Linz, Magic Events, jo pres krejtve sonte. Ju dua.